Zëri qytetare nuk është dëgjuar nga një kryebashkiak. Fundja është qyteti i tyre, nuk është prona jote që ti thua që do vendoset kështu dhe unë nuk dëgjoj edhe nuk marr mendimin e askujt. Kështu që këto ka ndodhur, unë uroj shumë dhe një nga njerëzit që mund ndihmoj për drejtësinë në fakt çuditërisht është vetë Erion Veliaj, duke folur, sepse do ne këtë do ngjonim nga Erion Veliaj. Unë s'kam për shembull diskutimi a duhet ishte Erion Veliaj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Për mua nuk është fare diskutim, unë nuk kam çfarë dëgjoj Erion Veliajt. Unë e kam shumë të qartë që Erion Veliaj duhet jep dorëheqjen, duhet shkarkuar. E kam shumë të qartë, nuk ndryshon mendim, se prandaj flet dikush, ndryshoj mendimet, prandaj ne flasim aty që ndryshoj mendimet këshilltarëve të tjerë që të votojnë në mënyrë të caktuar apo çojnë përpara një çështje për interes. Kështu që Erion Veliaj është një nga personat që mund të ndihmojë drejtësinë, duke nxjerrë të gjitha aferrat që ka bërë të gjithë personat të cilët e kanë ndihmuar, se e sigurt që Erion Veliaj nuk ka vjedhur vetëm për vete, skema 5D e tregon këtë gjë, po ashtu ka vjedhur për të mbajtur Partinë Socialiste në pushtet. Si vjen Partia Socialiste në pushtet? Ne kemi bërë edhe në këtë podcast janë bërë shumë analizë dhe diskutime, po një nga mënyrat është kjo, pra, duke marrë parat të atyre njerëzve, oligarkëve, biznesmenëve fuqishëm, të fortëve, duke marrë parat e tyre dhe për të pasur mundësinë për të blerë vota apo për të bërë fushat elektorale të çmendur, që të kenë mundësinë të riprodhojnë veten e tyre sërish në pushtet.